kushtoj marrat edhe këto për ndyna shëndetshme. Ose mund të vendosim për shembull edhe harrore çfarë doni, për shembull që na kemi këtu edhe orra indiane, sheg, shega tash është. Kemi marrë brusnicë, thot, po faktikisht më mishtu edhe sheg ose çfarëdo që ju pëlqen ose edhe keni për momentin në shtëpi. Kjo është opsionale për me zbukuru pjotën faktikisht. Të pas parasysh se Ina na ka zbukuru krejt studion në mënyrë natyrale. Po frymëzona për Inës edhe normalet e napja. Dekori pjatës e Lenës përshtatet me dekorin e Inës. Receta, më thonë, natyrale shëndetshme edhe Ina na ka bu dekorin komplet natyral. Na ka jap motiv për këto recetat e fundvitit. Besoj me jafton, se s'pe exageraj që me u po. Ja. Të cila janë? Të dikdone që. Super e bukur me pa, e hala ma super e shëndetshme për organizmin tuaj, një shujt e bollshme, me cilën ndiheni të ngopur, dhe me thonë e zëvendëson mishin, për shkak të përmbajtjes që e tha dhe e spjegoj edhe Lena që mos të hi Lenës në fushë të vetë, por mbi të gjitha kombinohet lehtë, gatuhet shpejt, edhe vetëm duhet keni kujdes ku e zgjedhni, ku e bleni dhe cilën e merrni. Shumë gjasojnë këpurdha me këpurdhat helmuse, dhe tha dhe Lena që shpesh din me shku shumë keq në helmimin nga këpurdhat. Len, unë të falenderoj shumë që je gjithmonë e gatshme me qenë pjesë e diskutimeve ma të shëndetshme të rrezave tona. Sepse sa të hajmë diçka, edhe nëse gabojmë thëmë Lena, bre ka thonë. Bravo, më Lena. Okej, une ju me lumë të çdo herë prape përsëritit që më dëgjoni edhe shpresoj që mas shumë të tashme më dëgju në fund vit. Për arsye se që ju kemi jep zgjidhje, ndiheni të lirë me na kontaktu edhe për zgjidhje tash për recetat fundvitit. Për shembull, kjo është një prej recetave që edhe mysafir nëse dian dikush, e nderon e pret mirë edhe jep edhe ushqen shëndetshëm fiks, edhe është shumë e bukur se na tash jemi të kushtu se cilën herë ma shumë dukjes. E kemi shumë të rëndësishme edhe se sa bukur duket pjata, kështu që edhe bën bukur edhe mirë edhe shëndetshëm. Mundu më rujt prej ushqimeve paketume, të konzervume, ndjunave jo të mira, kështë qenë shumë mirë në këtë periudhë. Shpresoj që këta shkanë me na ndëgju mas shumë të. Faleminderit shumë. Që edhe në emisionet vazhdim, na kemi vazhdu me bo receta që me kompletu kompletat tavolinën e fund vitit me të gjitha ushqime. Absolutisht që po jemi këtu për shikues tonë. Faleminderit shumë. Lutem një lukë të vogël Len, sepse kur e tha Lena që tash po i kushtojmë rëndësi edhe pjatës si po duket, edhe çka po konsumojmë, patjetër që jemi të i kushtu shumë rëndësi edhe vetes se si po dukemi, edhe se si po ndjehemi. Faleminderit Len.